Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi se do të kryej një shpërthim të kontrolluar në aksin Llogora Palas për të bërë të mundur hapjen e trases së re. Në vijim të punimeve për ndërtimin e segmentit rrugor të rrugëve lidhëse të Llogoras, siç kemi bërë me dije, në vijim të punimeve për ndërtimin e segmentit rrugor të rrugëve lidhëse të Llogoras, siç kemi bërë me dije edhe më parë, këtë të njëjtën në orën 12, 1150 metra nga dalja e tunelit të Llogoras në drejtim të Palasës, është parashikuar të kryhet një shpërthim i komanduar me sasi të vogla eksplozivi në funksion të hapjes së trases së rrugës pa penguar trafikun, thuhet në njoftimin zyrtar. ARSH njofton pashtu se punimet janë koordinuar me Policinë e Shtetit me qëllim menaxhimin dhe garantimin e sigurisë së qarkullimit të mjeteve gjatë këtij procesi. Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve dhe drejtuesve të automjeteve deri në përfundimin e plotë të këtij procesi pune, thuhet më tej në njoftim.